Në Pogradec u prezantua një nismë e rëndësishme për ruajtjen e varietetit të rrallë të rrushit Serina e bardhë, një pasuri e zonës që rrezikonte të zhdukej. Fermerët e Grabovicës tashmë janë bashkuar në një shoqëri bujqësore duke krijuar mundësi të reja për prodhimin dhe zhvillimin ekonomik. Ersol Caco, prodhues vere, shpreh se ky bashkim është hapi i dur për rritjen e prodhimit dhe ruajtjen e varieteteve autoktone. Qëllimi kryesor është identifikimi i produkteve tipike lokale, që do të thotë në sektorin e vreshtarisë janë disa varietete tipike shqiptare që ndodhen në zonën e Pogradecit, por që një pjesë e tyre kanë risk të humbasin. Dhe projekti ka ndjekur gjithë procesin për identifikimin, për selektimin dhe për shtimin e këtyre varieteteve, që konkretisht janë Serina e bardhë, që është me riskun më të lartë të humbjes, ndërsa varieteti Gems dhe varieteti Muscat Kanel janë dy të tjerët që projekti po i suporton. Ndërsa pjesa tjetër është që ne si fermer jemi bërë bashk, kemi pasur bashkëpunime më përpara, por jo në formë legale të themi, në aspektin që kantina bashkëpunonte me këta fermerët, duke marrë rushin nga këto fermerë, ndërsa tani u bëm të gjithë bashk për të investuar në vreshta të reja dhe për të bërë këtë investim të madh, do të thotë shoqëri të bashkimit bujqësor, ku fermerët bëhen bashk dhe taksimi është ndryshe nga formatet e tjera të biznesit. Aktualisht jemi 7 fermerë dhe e kemi nisur me 7 fermerë sepse duam ta kolaudojmë si proces dhe qëllimi është që të përfshihen të gjithë ato fermerë të territorit që merret me vreshtari. Në ceremoninë e zhvilluar në Grabovic u dorëzuan edhe makineri moderne bujqësore për inkubatorin e Pogradecit, duke krijuar kushte më të mira pune, rritje të prodhimit dhe mbështetje konkrete për fermerët e zonës. Kryetari i Bashkisë Pogradec, Ilir Xhakolli, vlerësoi bashkimin e fermerëve si një hap që sjell përfitime reale. Më në fund e kuptua që duke qenë bashk, ne mund të bëjmë edhe mund të fitojmë projekte shumë të mira nga Bashkimi Evropian apo edhe nga qeveria. Ju si dallëndyshe parë do sillni me vete edhe të tjera bashkëpunime apo të tjera kooperativa të vogla në fshatrat të tjera të Pogradecit, sepse ne i kemi mundësi për të prodhuar edhe për të kontribuar në zhvillimin e ekonomisë të gjithë zonës. Pa duke qenë bashk edhe përfitoni më shumë, edhe parat i mini të mira, edhe pesticidet apo të gjitha të tjera do t'i mirëni akoma më lirë, por edhe me cilësi. Pra kjo tregon që ju e keni kuptuar të parë dhe besoj që do vazhdojmë pas jush. Paolo Viviani, përfaqësues i palës italiane, theksoi potencialin e produkteve tradicionale shqiptare në tregun evropian. Produkti tradicional luan një rol të rëndësishëm në promovimin e aktiviteteve të fermerëve shqiptar. Ne kemi identifikuar produkte që lidhen ngushësisht me zonat e tyre dhe ato kanë vend të sigurt në tregun kombëtar. Kur arrin vlerë të veçantë ose sasi të mjaftueshme, hapet mundësia e tregut ndërkombëtar. Me ecjen që po bën Shqipëria drejt BE, tregu evropian është një mundësi e shkëlqyer për këto produkte. Nëpërmjet kësaj nisme, fermerët e Pogradecit do të punojnë të bashkuar, do të përfitojnë teknologji, trajnime dhe standarde të reja prodhimi, duke forcuar vlerën e produkteve vendase, si dhe identitetin e tyre rural.